Mbrëmjen e së martës, skena e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit u gjallëruan nga rikthimi i shumë pritur i Anbeta të Romanit, e cila u ngjit në skenë në rolin e fuqishëm të Carmen. Pastuese një dekadë larg këtij institucioni, kjo shfaqje shënon një moment rëndësishëm për balerinën. Neve kemi bërë maksimumin që mund të bënim. Është një rol që më pëlqen sepse më ka vënë në diskutim, nuk e di a thuhet, sepse unë nuk jam as pak karakteri Carmenit, por duke punuar me maestro, me sa duke diku aty brenda meje pas ka qenë një Carmen. Këtë herë, produksioni sjell një interpretim modern të historisë së njohur të pasionit, lirisë dhe fatit. Unë kam përnder të performoj këtë balet për shkak të maestros, se është i pari që më ka thirrur për ta bërë. Më pëlqen gjua e tij dhe karakteri i tij në balet, ta gjen mënyrën për të qenë absolutisht vetvetja. Rikthimi i saj në këtë skenë nuk është thjesht një performancë, por një zgjedhje e vetëdijshme artistike në një moment të veçantë të karrierës. Unë jam në një fazë të jetës artistike ku në Itali jam në pension, sepse balerinët dalin në pension 47 vjeç. Kështu që çdo gjë që bëj në këto momente është diçka që më jep, sidomos kur maestro thot atë brendësinë, nëse ka diçka për mua që të më preki disa korda brenda vetes time dhe të më ushqej. Nuk është thjesht për performim. Koreografi Amedeo Amodio sjell një version ndryshe të Carmen, duke ndërthurur simbolikën dhe një rrëfim që nis nga fundi tragjik i historisë. Versioni im fillon me fundin e aktit me ciganët që kërcejnë të lumtur, ndërsa kërcejnë të gjithë festojnë. Pastaj në një moment të caktuar, skena lëviz dhe Carmen e veshur me të bardha, ajo ecën ngadalë. Lëviz dhe hija e saj nuk i përgjigjet më lëvizjeve të saj. Ai praktikisht po e paralajmëron. Ajo i afrohet, zbulon fytyrën me vellon e bardhë. Ai tërbohet, e ajo vdes dhe hija tërbohet. Krahas Anbeta të Romanit, Carmen do të interpretohet edhe nga Adela Muçollari në një shfaqje ku bashkohen arti, pasioni dhe eleganca. Shfaqjet do të vijojnë edhe më datat 9 dhe 10 maj, ndërsa është parashikuar që baleti të shfaqet edhe në Bolonjë.